Në Kosovë, presidentja Atifete Jahjaga themeloi sot një komision me ekspert ndërkombëtar për të shqyrtuar marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Ekipi do të përbëhet nga 3 ekspert nga Amerika, Britania e Madhe dhe Gjermania. Çështja e kufirit me Malin e Zi është nga çështjet që ka shtyrë partitë opozitare të bllokojnë punën e parlamentit, duke hedhur dhe gaz lotësiellës, ndërsa një pjesë e saj tashmë ka filluar bojkotimin e punës së parlamentit në këtë mandat. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka nënshkruar të martën vendimin për themelimin e komisionit të ekspertëve ndërkombëtar për vlerësimin e procesit të shënimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Në një komunikat për opinion të presidentës thuhet se komisioni vlerësues që fillon sot punën është i përbërë nga 3 ekspertë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania e Madhe, dhe se në javën në vijim ekspertët do të bisedojnë me të gjithë përfaqësuesit politik dhe institucional për procesin e shënimit të kufirit, do të shqyrtojnë dokumentacionin dhe do të zhvillojnë vizita në terren për të krijuar një pasqyrë të qartë për rrjedhën e këtij procesi, thuhet në komunikatën e presidentës. Pas vlerësimit të këtij procesi dhe procedurave të ndjekura, një raport do t'i dorëzohet presidentës Jahjaga pranë zyrës së të cilës do të vendoset ky komision. Presidentja Jahjaga u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike, institucioneve dhe qytetarëve që të bashkëpunojnë me ekspertë ndërkombëtar për t'i mundsuar komisionit një vlerësim të saktë dhe gjithëpërfshirës të këtij procesi. Çështja e shënimit të kufirit me Malin e Zi dhe marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë bërë që partitë opozitare të bllokojnë punën e parlamentit dhe të pengojnë funksionimin e qeverisë, duke hedhur gaz lotësiellës në sallën e parlamentit. Pas më shumë se 6 muaj përpjekjeje, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën tashmë kanë konfirmuar se nuk do të jenë më pjesë e kësaj legjislature, gjatë së cilës sipas tyre nuk mund të ushtrohet mandati në përputhje me kushtetutën dhe dinjitetin njerëzor të deputetëve. Lëvizja vendosje ende nuk ka marrë vendim për largim nga parlamenti, ndërsa kanë bërë të ditur se janë duke shqyrtuar çdo mundësi. Opozita ka paralajmëruar për këtë muaj dhe mbajtjen e një proteste për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Qeveria kërkon nga opozita që shqetësimet e saj të debatohen në institucione, ndërsa akuzon atë për përpjekje të marrjes së pushtetit me dhunë. Partitë opozitare mohojnë një gjë të tillë duke kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.